Përshëndetje. Ka një moment në jetë kur njeriu ndalon së kërkuari qytete të reja dhe fillon të kërkojë rrugicat e vjetra. Kur e bën, nuk e bën për turizëm, as për Instagram. E bën sepse diçka brenda tij kërkon rrënjët. Dhe rrënjët, sado të ikësh larg, janë gjithmonë atje ku ke qenë fëmijë. Kur jemi të rinj, vendlindja na duket provincë, kufizim, burg sentimental, duam qytete të mëdha, karrierë, botë, fluturime, njerëz të rinj. Kur plakemi, vendlindja kthehet në magnet psikologjik. Po pse? Sepse mosha ndryshon mënyrën si truri e sheh kohën, identitetin dhe kuptimin e jetës. E para, vendlindja është arkiva jon emocionale. Në psikologji, kujtimet autobiografike janë të lidhura fort me vendet. Nuk kujton vetëm njerëz, kujton rrugë, obore, aroma, tinguj. Kur plakesh, unë do ta përdor fjalën kur moshohesh, truri fillon të rishikoj jetën si një film, dhe filmi gjithmonë nis aty. Vendlindja është shtëpia e parë, shkolla e parë, dashuria e parë, frika e parë, hera e parë që kuptove se je njeri. Kur kthehesh, nuk po viziton një qytet, po viziton versionin tënd fëmijë. Dhe si të moshuar, njerëzit janë një nevojë e fortë të takojnë veten e tyre të vjetër. E dyta, nostalgjia nuk është dobësi, është mekanizëm mbijetese. Shumë e shohin nostalgjinë si sentimentalizëm brutal. Në fakt është mekanizëm psikologjik mbrojtës. Studimet tregojnë se nostalgjia rrit ndjenjën e kuptimit të jetës, ul anktin ekzistencial, forcon identitetin personal, redukton ndjenjën e vetmisë. Kur moshoheni, përballeni me 3 realitete brutale. Trupi nuk të bindet më, koha nuk kthehet më, fundi është i pashmangshëm. Nostalgjia dhe kthimi në vendlinje janë mënyra të trurit për të thënë jeta ime ka qenë reale, ka pasur rënjë dhe nuk ka qenë rastësi. E treta, identiteti kthehet tek origjina kur statusi bie. Kur je i ri, identiteti yt ndërtohet mbi karrierën, arritjet, suksesin, reputacionin, fuqinë fizike. Kur moshohesh, shumë prej tyre bien dhe identiteti kthehet tek burimi më i qëndrueshëm, tek prejardhja. Jam nga i fshat, jam rritur aty tek ajo lagje. Ky nuk është romantizëm provincial, është rikonstruksion identitar. Kur statusi social zbehet, rrënjët bëhen titullit i fundit. E katërta, vendlindja si antidot ndaj frikës nga vdekja. Në një video më përpara kam thënë dhe kam folur për terror management theory, e cila thotë se njerëzit krijojnë simbole për të përballuar frikën nga vdekja. Kultura, familja, feja, dheu janë pavektësi simbolike. Vendlindja është një nga format më intime të pavdekësisë simbolike. Kur kthehesh atje, ndjen këtu kam qenë dikur, këtu diçka nga unë kam mbetur. Këtu jam pjesë e historisë, sepse njeriu nuk friksohet nga vdekja biologjike, aq sa nga zhdukja pa gjurmë. E pesta, i moshuari preferon kulmin e kujtimeve të hershme. Neuropsikologjia tregon se njerëzit e moshuar kujtojnë më fort periudhën 10 deri në 30 vjeç. Prandaj ne qeshim me gjyshrit apo me gjyshet tona, kur ata u kanë mbetur ajo, si themi, ajo sidia në atë moshë, dhe ata kujtojnë të njëjtën gjë dhe e bëjnë lup duke treguar me mijëra herë të njëjtën histori dhe ne çuditemi. Dhe kjo periudhë është zakonisht e lidhur me vendlindje. Pra nuk është vetëm sentimentalizëm, është arkitekturë e memorjes. Truri yt i moshuar nuk jeton në Tiranë, Berlin apo New York. Ai jeton në oborin ku luaje fëmijë. E gjashta, kthimi në vendlindje si rikthim në autenticitet. Në qytetet e mëdha ne luajmë role: profesionist, prind model, partner racional, qytetari civilizuar. Në vendlindje këto role shpesh bien. Atje je djali filanit, ai që rrëzoi nga bicikleta,
ai që ra nga gomari një ditë, ajo që qante për lodrat, njeriu që luante me maska. Pra psikologjikisht vendlindja është një hapësirë pa performancë. Dhe si i moshuar lodhesh nga performanca. E shtata, vendlindja si fantazi e thjeshtësisë së humbur. Moshimi, që e zvendësua me fjalën plakja, sjell kompleksitet, probleme shëndeti, burokraci, teknologji, ritme absurde. Vendlindja simbolizon një kohë kur jeta dukej më e thjeshtë, edhe nëse realisht nuk ishte. Truri nuk kërkon realitet, kërkon ndjesi sigurie, dhe vendlindja është utopia personale e thjeshtësisë. E tjeta nostalgjia është selektive dhe mashtruese. Këtu vjen pjesa ironike. Nuk na mungon vendlindja reale, na mungon versioni i idealizuar. Harojmë varfërinë, konfliktet familjare, mërzin, kufizimet, dhe mbajmë mend lojrat, gjyshen, bukën e ngrohtë, zërat e fëmijëve në lagje. Truri monton një film poetik, dhe në pleqëri filmi fiton ndaj realitetit. E nënta, kthimi si përpjekje për të riparuar historinë personale. Shumë njerëz kthehen në vendlindje për të bërë paqe me të shkuarën, për të vizituar vareza, shtëpi, shkolla, trauma. Është një lloj terapie ekzistenciale. Ja ku jam, mbijetova. Disa kthehen për të mbyllur plagë, të tjerë për të romantizuar ato. E dhjeta, sociologjikisht, moshimi është rikthim në komunitet, jo individualizëm. Rinia është individualiste. Pleqëria është komunitare. Në pleqëri rritet nevoja për lidhje, rritet frika nga izolimi, bie toleranca për vetmi. Vendlindja është komuniteti primar. Dhe nëse komuniteti ka ndryshuar simbolika, mbetet aty kam qenë pjesë e diçkaje. E 11-ta, vendlindja si mit, secili ka mitet e veta. Për shembull, unë vi nga është një narrativ që jep kuptim jetës. Në pleqëri njerëzit jetojnë më shumë në narrativ se sa në realitet. Tregojnë histori, rrëfejnë kujtime, rishkruajnë jetën e tyre si roman. Prandaj ne mërzitemi pse gjyshrit apo prindrit tan fillojnë të shkruajnë kujtime, se ne nuk i kuptojmë. Vendlindja është kapitulli i parë. Dhe kapitulli i parë ka gjithmonë peshë mitike. E 12-ta, psikodinamika, kthimi në mitrën simbolike. Në psikoanalizë, shtëpia e efemerisë është simboli i mitrës, i sigurisë, i origjinës. Plakja në mënyrë paradoksale aktivizon impulse agresive, dëshirë për siguri, për përkujdesje, për kthim në burim. Vendlindja është mitra simbolike e identitetit. Nuk është dobësi, është cikël. E 13-ta, ironia tragjike. Vendlindja nuk është më ajo. Kur kthehesh shpesh, zgënjesh. Shtëpia është rënuar. Njerëzit nuk janë më aty. Fshati është bosh. Qyteti është kthyer në beton. Dhe kupton se ajo që kërkoje nuk ishte vendi. Ishte koha. Por koha nuk është adresë që vizitohet. E 14-ta, kthimi si ritual ekzistencial. Shumë njerëz e bëjnë kthimin në vendlindje si ritual, për festa, për pushime, për pleqëri. Ritualet stabilizojnë identitetin në kohë. Është mënyra jonë për t'i thënë vetes jam i njëjti njeri, pavarësisht ndryshimeve. E 15-ta, vendlindja dhe narcizmi i kujtimeve. Në pleqëri njerëzit flasin më shumë kur ishim ne në atë kohë, ka një dozë narcizmi retrospektiv. Vendlindja është skena ku ata ishin protagonist, sot janë spektator. Kthimi është rikthim në kohën kur ishin personazhe kryesore në botë. E 16-ta, fiziologjikisht, kthimi është kërkim kuptimi. Heideggeri do ta quante kthimin në vendlindje një formë të qenies në botë. Ne kërkojmë vendin ku ekzistenca jonë mori formë, vendlindja jonë
është koordinata 0 e qenies son. E 17-ta, pleqëria është një Google Maps për kujtime. Kur je i ri, kërkon destinacione. Kur je i vjetër, kërkon pikën e nisjes. Ironikisht, jeta është një aplikacion që të kthen gjithmonë në shtëpi. E 18-ta, a është kjo e shëndetshme? Po. Në shumicën e rasteve po. Por kur bëhet problem? Po bëhet problem kur idealizon të shkuarën dhe zhvlerëson të tashmen. Izolon veten në nostalgji patologjike. Refuzon realitetin aktual. Kthimi duhet të jetë dialog me të shkuarën, jo emigrim mendor në të. E 19-ta, çfarë na mëson kjo për natyrën njerëzore? Njeriu nuk është qenie që ecën vetëm përpara, është qenie që ecën përpara me kokën pas. Progresi biologjik, regresi emocional. Kjo është dialektika e plakjes. E 20-ta si konkluzion, vendlindja është pasqyra e fundit. Kur jemi të rinj, kërkojmë pasqyra të reja. Kur plakemi, kërkojmë pasqyrën e parë. Vendlindja është pasqyra ku shohim fytyrën e parë të vetes. Dhe në fund të jetës, ajo fytyrë është më reale se çdo version tjetër, sepse aty filloi historia. Dhe truri ynë në fund dëshiron ta mbyll aty ku filloi. Miq, unë ju falenderoj për vëmendjen. Këto doja të thosha në këtë video. Nëse u pëlqeu, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.